Në kuadër të javës së nivelit të lartë të sesionit të 80-të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, Ministrja për Europën dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, zhvilloi një takim me Richard Grenell, i cili shërben si emisar special i presidentit Trump për misionet e posaçme, si dhe drejtor ekzekutiv në detyrë i John Kennedy Center në Washington. Për këtë takim ku morën pjesë edhe presidenti Bayram Begaj, por edhe ministrat e jashtëm të rajonit, Ministra Spiropali nënvizon se fuqizimi i marrëdhënieve mbetet prioritet për Shqipërinë. Fuqizimi i marrëdhënieve mbetet një prioritet kryesor për qeverinë e Shqipërisë, teksa vazhdojmë të punojmë së bashku për thellimin e bashkëpunimit ekonomik. Ndër të tjera, Spiropali cilëson se përgjatë takimit u rikonfirmua aleanca e palëkundur e Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës si objektivi jon kryesor strategjik. Por ajo çka bie në sy në fotot e shpërndara nga Spiropali është se në të njëjtën tryezë me të dhe presidentin e Shqipërisë Bayram Begaj ndodhet edhe ministri i jashtëm serb Marko Đurić, i cili 24 orë më parë sulmoi hapur përmes deklaratave për mediat serbe nga New Yorku delegacionin e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani, madje duke e cilësuar këtë të fundit si një turiste që po shpif për Serbinë në OKB. Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Đurić ka reaguar ndaj deklaratave të presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në një intervistë për Fox News, ku tha se fqinjit verior i pëlqen të shkaktoj probleme her pas here. Đurić i ka cilësuar këto deklarata si pretendime të rreme dhe ka akuzuar Osmanin se po përdor intervistën për të përhapur gënjeshtra dhe për të portretizuar qeverinë e saj në mënyrë të gabuar. Vjosa Osmani e përdori intervistën e saj në Fox News për të përhapur një sër gënjeshtrash në një përpjekje për ta portretizuar qeverinë e saj si diçka që thjesht nuk është. Ajo pretendoi në mënyrë të rreme se Serbia ka planifikuar ndonjëherë një sulm ose ndonjë formë agresioni, shkruan Đurić. Më tej ai ka theksuar se deklarimet e Osmanit janë hedhur poshtë edhe nga ambasadori amerikan Richard Grenell, i cili konsiderohet një nga aleatët më të ngushtë të Donald Trump. Kjo akuzë është hedhur poshtë tashmë publikisht, përfshirë edhe nga ambasadori Richard Grenell. Pretendimet të tilla tregojnë se Osmani qëndron në kundërshtim me politikat e presidentit Trump dhe të Shteteve të Bashkuara që ajo pretendon se i përfaqëson. Për më tepër, Đurić ka komentuar pezullimin e dialogut strategjik midis SBA-s dhe Kosovës, duke thënë se Vjosa Osmani harroi ta përmend këtë fakt. Administrata amerikane e udhëhequr nga presidenti Trump ka pezulluar për një kohë të pacaktuar dialogun strategjik midis SBA-ve dhe Kosovës, një detaj që Osmani harroi ta përmend. Në një postim në platformën X, ministri serb ka akuzuar qeverinë e Kosovës si anti-Trump. E ashtu quajtura qeveri e Kosovës ka qenë qeveria më e hapur anti-Trump në Europë, duke vepruar kundër politikës amerikane dhe vlerave europiane. Ideja e qeverisë për të mbështetur presidentin Trump ishte pjesëmarrja në konventën demokratike gjatë fushatës zgjedhore në SBA. Nëse kjo nuk është ndërhyrje e huaj dhe dy fytyrësi politike, atëherë çfarë është, shkruan ai. Edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është nervozuar me praninë e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani në takimet e hapura në javën e nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Vučić, duke folur për mediat serbe, e quajti Osmani një turiste dhe pa ndikim në OKB. Ajo mund të paguajë për helikopter për një orë diçka dhe të shëtitet, por mbetet jashtë nga dera e brendshme dhe do të mbetet ashtu, tha Vučić.